تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdija takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahut nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me leximin e librit Rawdatul Uqala, ose Kopshti të mençurve, i autorit Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti, i cili ka vdekur në vitin 354 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe falt atë, na falt ne, prindrit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Në temën e radhës, që është tema numër 20, është me titullin Dhikru Zajri anit tajassusi wa su'i dhann. Domethënë argumente që e tregojnë ndalimin e spionimit dhe paragjykimit ose mendimit të keq. Ka thonë autori rahimahullah, Imam Ibn Hibban, thot akhbarana Muhammad ibn Ahmad al-Raqqam bitustur. Domethënë na ka treguar Muhammad ibn Ahmad al-Raqqam në qytetin Tustur. Dhe ai ka thënë haddathana Abu al-Khattab Ziyad ibn Yahya قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليم ابن حبان قال حدثنا سليم ابن حيان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. Thot pra mesengjerin që lexuam transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. Domethënë kuptimi është ruhuni prej hamendjes, ose domethënë hamendjes, mendimit pa argumente, sepse hamendja është fjala më e gënjeshtër. Domethënë gënjeshtra më e madhe, pra gjykimi në bazë të hamendjes. Mos u spiononi, mos u përgjoni, mos u urreni dhe bëhuni robër të Allahut vëllezër. Pra kjo temë ka të bëjë me këtë çështje, domethënë të spionimit, dhe qëllimi i fjalës spionim ose tajassus këtu, ose edhe në hadith janë përmendur dy fjalë, la tajassasu wala tahassasu. Domethënë është forma e njëjtë, vetëm kemi te fjala e parë xhim, la tajassasu, te e dyta ha, tahassasu, la tahassasu. Do thotë është qëllimi për spionim dhe për xhim. Pra tajassus, domethënë ndjekja e sekreteve ose për të zbuluar tmeta të njerëzve. Domethënë ndjekja e tmetave të njerëzve duke i shikuar, ose pastaj gjithashtu edhe duke pyetur për ta, duke marrë informacione, kurse tahassus është përgjim, domethënë dëgjimi fshehtas i fjalëve të tyre që duan t'i kenë sekret. Domethënë këto janë të ndaluara. Dhe su'u dhann gjithashtu është domethënë mendimi, hamendja me paragjykim. Do thotë ose thjesht paragjykimi vetëm në bazë të mendimeve dhe hamendjeve, është gjithashtu e ndaluar. Pra në hadith, i cili është hadith sahih, dhe është, domethënë me këtë zinxhir e ka transmetuar autori dhe disa të tjerë, mirë po teksti i hadithit është në dy sahihet, në Bukhari dhe Muslim, me zinxhir të tjerë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhann, pra ruhuni, ju paralajmëroj që të ruheni prej hamendjes, mendimit të keq,
domethënë vetëm në bazë të këtyre dyshimeve. Edhe fjala dhann është një mendim që bazohet, domethënë që mund të jetë ose po ose jo, do thotë 50-50. Ka mundësi të jetë e vërtet, ka mundësi të jetë gabim. Domethënë këtë na ka ndaluar kur është pa vend, dhe do të flasim për detajet e kësaj. Domethënë është qëllimi për mendimin e keq për muslimanët përgjithësi ose për vëllezërit që tregojnë besnikëri dhe afërsinë përgjithësi. Kurse mendimi i keq edhe dyshimi në atë që është armik i fesë Allahut, armik i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është ose gjithashtu armik personal që mundohet me dëmtu, pra mendimi i keq për ta nuk është i ndaluar. Kurse ajo që ndalohet është mendimi i keq për muslimanët përgjithësi, ose për ata që nuk shihet diçka, domethënë nuk shihet diçka e keqe, ose shihet në përgjithësi rruga e mirë, raportet mira, edhe mendimi, dyshimi, do thotë për njerëzit, këtë e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë iyyakum wadh-dhann, ruhuni prej hamendjes ose mendimit të keq, fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith, sepse kjo hamendje që bazohet vetëm në dyshime është gënjeshtra më e madhe. Domethënë edhe flet ose gjykon për njeriu në bazë të kësaj, vetëm pse dyshon ti, do të atëherë llogaritesh sipas këtij hadithi gënjeshtar, edhe ke gjykuar me shpifje ose me padrejtësi. Dhe përmendëm la tajassasu wa la tahassasu, domethënë mos u spiononi, mos u përgjoni me njëri tjetrin, wa la tabaghadu, edhe mos u urrejni, ose mos i bëni shkaqet që shtojnë urrejtje mes jush. Edhe kjo do të thonë se njeriu duhet ta ruaj vllaznillokun, si u përmend më herët, do të thonë të ruhet e mira dhe lidhja e mirë mes muslimanëve, edhe mos bëj shkaqe që sjellin deri te përçarja. Një prej këtyre ose te urrejtja mes njëri tjetrit. Një prej këtyre shkaqeve është ky gjykimi në bazë të mendimeve të këqija ose mendimeve, do të thonë, të bazuara në hamendje. Edhe gjithashtu këtë hadith e kanë përmendur dietarët te ndalimi i bidatit. Do të thonë te argumentet që flasin për ndalesën për të bërë bidate kanë përmendur edhe këtë, la tabaghadu, do të thonë mos i bëni shkaqet e urrejtjes, sepse bidati është shkaku më i madh që ka futur përçarje dhe urrejtje mes muslimanëve. Pasi kanë qenë një grup dhe një grusht të bashkuar, shpikja e bidateve ka bërë, do të thonë, përçarje edhe urrejtje dhe ka bërë edhe lufta mes muslimanëve. Do të thonë, padyshim se bërja e bidateve është shkaku më i madh i largimit të zemrave, edhe ajo është vetë prej mëkateve më të mëdha. Edhe bërja e mëkateve bën prishjen e raporteve mes muslimanëve. Wa kunu ibadallahi ikhwana, do të thonë bëhuni vëllezër, pra o robërt Allahut, bëhuni vëllezër, ashtu si ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, siç ka thënë innamal mu'minuna ikhwa, pra besimtarët janë vëllezër. Dhe ndalimi i kësaj ndjekjes të metave të njerëzve, edhe spionimi, vrapimi pas njohjes të metave të njerëzve, është i ndaluar edhe në argumentet të tjera. Për shembull në hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ju që keni besuar me gojë dhe që imani nuk ka hyrë në zemrat tuaja. Pra o ju që keni besuar me gojë, pra thoni se jeni besimtar dhe jeni musliman, mirë por në realitet nuk ka depërtuar dhe nuk ka zënë vend imani në zemrat tuaja. La taghtabul muslimin, ka thënë mos i përgojoni muslimant dhe mos i ndiqni tmetat e tyre, ose mos i spiononi, do të thonë mangësitë e tyre, se kush i ndjek tmetat e muslimanit, Allahu do ta demaskoj atë, do ta shfaq, do të thonë të keqen e tij, edhe nëse është brenda në shtëpinë e tij. Do të thonë do ta demaskoj para njerëzve edhe nëse është duke u fshehur në shtëpinë e tij. Ka thënë autori rahimahullah, na ka treguar pra Muhammad ibn Uthman al-Aqabi qala hadathana Ja'far ibn Muhammad ibn al-Hajjaj al-Raqi, me zinxhirin e tij nga Hasan al-Basri rahimahullah, se ka thënë la tas'al
amali akhika al-hasan was-sayyi. Pra mos pyet për punën e vllajt tënd, të mirë ose të keq, ose për veprat e vllajt tënd, të mira ose të këqija. Fa innahu min at-tajassus, sepse kjo është pjesë e spionimit. Me pyet, domethënë qoftë edhe për vepra të mira, pra të pyesë njeriu, a ishte filani mësim, a mori pjesë, a si e bani umrën për shembull, ose si e fal namazin ose kështu, domethënë pyetja për veprat e mira, ose edhe për veprat e këqija. Domethënë ato vepra ku janë për të akuzuar, pyet vazhdimisht, a ka bërë kështu, a ka shku, a ka mungu këtu, a ka ardhur këtu, a ka shku atje. Domethënë kjo është prej spionimit, pra dhe që është i ndaluar që hyn në këtë hadith sipas komentimit të Hasan al-Basriut rahimahullah. Pastaj thot autori rahimahullah, domethënë i mençuri e ka obligim që ta ruaj atë, pra sigurisht që i thonë shqip selametin, es-selame, domethënë ta ruaj këtë paprekshmërinë, kujdesin, shpëtimin prej tmetave, mos hyj në punë që sjellin vështirësi ose sjellin plag, domethënë në mes raporteve mes njerëzve. Do thotë duhet ta ruaj këtë sigurinë dhe pastërtinë dhe të largohet pra njeriu i mençur nga spionimi dhe kërkimi i tmetave të njerëzve, duke u angazhuar me përmirësimin e tmetave të veta. Sepse ai që angazhohet me përmirësimin e tmetave të veta dhe nuk ka kohë për tmetat e të tjerëve, ai e qetëson trupin e tij dhe nuk e lodh zemrën e tij. Çdo herë që e shikon një prej tmetave të veta, atëherë i duken të vogla tmetat e të tjerëve. Nëse i di mangësitë e veta, edhe shet ndonjë mangësitë dikush tjetër, ajo i duket më e vogël. Kurse ai që angazhohet me tmetat e të tjerëve, do të thënë edhe një herë, ai i cili është i angazhuar me tmetat e veta dhe nuk ka kohë për tmetat e tjerëve, edhe nëse shet ndonjë, do të thënë i duket e vogël. Por ai që është i angazhuar me tmetat e të tjerëve dhe nuk ka kohë për tmetat e veta, atëherë thot zemra i verbohet, trupi i lodhet dhe nuk ka mundësi që t'i largoj mangësitë e veta. Pasi njeriu më i paaft, njeriu më i dobët, edhe njeriu më i keq, është ai që i akuzon njerëzit, i sulmon njerëzit vazhdimisht me tmetat që i kanë, kurse edhe më i paaft, edhe më i keq se ai është njeriu që i akuzon të tjerët me diçka që e ka vetë. Më thënë, nëse i akuzon të tjerët për secilën tmet që e kanë, që e përcjell, e ndjek, e hulumton, do të thënë është njeri i keq. Por edhe më i keq ai që nuk e sheh veten që e ka një tmet, por i akuzon me atë tmetën e vet, i akuzon të tjerët. Nëse edhe të tjerët e kanë atë, do të thënë, pra kjo vlen nëse e ke ti një tmet, edhe e shet dikush tjetër tmetën e njëjtë dhe e sulmon për atë, kjo është, do të thënë, tregon për ligësinë e shpirtit. Por këtu nuk është përmendur, mirë po edhe më keq se kjo është kur njeriu e akuzon dikën tjetër që është i pastër me një tmet që vetë ai e ka. Do të thënë atë tmet që vetë e ka janë gjitë tjetër kujt që nuk e ka. Kjo atëherë si mund të krahasohet, do të thënë, me këto që u përmendën. Padyshim, do të thënë njeri që nuk ka tjetër angazhim, nuk ka tjetër breng përveç se hulumtimin e tmetave të tjerëve, do të thënë patjetër se është njeri i dobët dhe njeri i keq. Kjo kur bëhet fjalë për njerëz, për musliman përgjithësi, ose për njerëz të sunetit, do të thënë që dihet se e kanë rrugën e sunetit dhe hulumtimi në sekretet e tyre vetëm për t'i gjetur në mënyrë të keqe, do të thënë veç për të shfaqur diçka të keqe të tyre. Kjo është tema, nuk është tema për njerëz, do të thënë kur është çështja për mbrojtjen e fesë, për paralajmërim kundër bidatit, për përmirësimin e gjendjes, do të thënë patjetër se ajo është obligim. Do të thënë kur njeriu shfaq një bidat dhe thret në bidat,
Është obligim që të paralajmërohen muslimanët prej dëmit të tij. Edhe kjo për këtë janë argumentet në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirëpo edhe pa u thelluar në argumente, do të thonë është diçka intuit themelore e njerëzve. Do të thonë kur dikush del për të dëmtuar të tjerët, paralajmërimi i njerëzve në përgjithësi kundër tij është diçka për t'u falendëruar, nuk është për t'u qortuar. Dhe nëse del dikush dhe u shtrembron fen njerëzve që u rrezikon ahiretin, jetën e përhershme, paralajmërimi kundër tij është obligim. Mirë po qëllimi me këto fjalë që thuhen është hulumtimi i tmetave personale ose tmetave të fshehta që i kanë njerëzit. Edhe angazhimi me to, edhe kjo një dhe ajo që është më e rëndësishmja, që njeriu mos i braktis mangësitë e veta, mos do të thonë ti braktis në aspektin e kujdesit, që nuk i intereson për mangësitë e veta. Kjo është ajo që qortohet. Përndryshe nëse njeriu punon për përmirësimin e vetvetes, e mëson udhëzimin, e praktikon udhëzimin, nëse shet një gabim te vetvetja, e largon atë gabim edhe përmirësohet, dhe kur sheh që ka rrezik nga dikush, i paralajmëron musliman për atij rreziku, ai është për tu falendëruar. Pastaj ka përmendur një poezi të gjatë, autori rahimahullah, që është me këtë kuptim, do të thënë vetëm në mënyrë me rim e thënë, që jepet kuptimi i njëjtë. Pastaj transmeton me zinxhirin e tij nga Sa'id ibn Maslama al-Iyadi, thot një grua ka pretenduar, do të thënë ka paditur në gjyq, e ka ngritur në gjyq në një rast, do të thënë se ka pretenduar se një burr ja ka vjedhur gomarin asaj dhe e ka pru te gjykatësi. Atëherë gjykatësi ka kërkuar dëshmitar dhe ajo e ka sjell, thot Ebu Delamen dhe një njeri tjetër. Atëherë gjykatësi i ka thënë këtë njeriu tjetër, do të thënë këtë dëshmitarin ta pranojmë, mirëpo do të thënë që të kesh dy dëshmitar sill një tjetër. Do të thënë e ka refuzuar Ebu Delamen. Edhe përmendet në disa raste të tjera se ky ka qenë prej çifutëve, ose ai që e ka vjedhur ka qenë prej çifutëve. Sidoqoftë, e ka refuzuar këtë dëshmitarin e dytë për shkak të asaj që e ka ditur kadia ose gjykatësi, do të thënë ka ditur se nuk është kompetent për dëshmitar, nuk ka qenë i besueshëm për dëshmitar dhe prandaj e ka refuzuar. Atëherë ajo grua ka shkuar te Ebu Delame dhe i ka treguar. Atëherë ky ka shkuar te gjykatësi, i ka thënë idha an-nasu ghattawni taghattaytu anhum wa in bahathu anni fa fihim mabahithu. Do të thënë nëse njerëzit më mbulojnë tmetat, unë mbulohem prej tyre. Do të thënë largohem, nuk merrem me ata. Por nëse hulumtojnë për mua, edhe për ta ka hulumtime. Do të thënë edhe ata do t'i shikojnë pastaj ku i kanë tmetat. Wa in hafaru bi'ri hafartu bi'arahum li yu'lama yawman kayfa tilka al-manabithu. Do thotë nëse ata e gërmojnë pusin tim, edhe unë do t'i gërmoj puset e tyre, që ta shohim se prej ku i vjen uji, do të thënë ku është burimi i ujit. Do thotë kjo ka qenë një poezi që ja ka thënë gjykatësit, do të thënë nëse ti më zbulon tmetat e mia, edhe i ke kërkuar tmetat e mia, atëherë edhe unë do të filloj të hulumtoj për tmetat e tua. Atëherë gjykatësi i ka thënë gruas sa është çmimi i gomarit, ka thënë 300, i ka thënë atëherë unë do ta marr përsipër edhe do ta paguaj, do të thënë që të mbaroj kjo çështje. Do të thënë se ja ka hequr qafe atij që ka qenë i akuzuar, edhe kjo lejohet të bëhet, edhe e ka plotsu, do të thënë hakun e akuzueses, thotë edhe ja ka kthy, do të thënë ja ka dhënë atë hak që e ka pas, edhe ka hequr këtë çështje. Do të thënë kur e ka pas se ky është njeri që do të thënë me këtë gjendje të keqe, pra gjykatësi e ka ditur se është jo i besueshëm për dëshmitar. Mirëpo këtu ky është kërcënuar se tani do të angazhohet të zbulojë tmeta të gjykatësit. Kurse secili njeri ka tmeta, patjetër.
Edhe prandaj kjo është prej llojit që e përmendëm më herët, që njeriu i mençur duhet të hiqë nga njerëz të këqij. Do të thonë që mos të dëmtohet prej sherrit të tyre, edhe jo të këmbgule dhe të bëhet kokfort me budallallëk, me mendje lehtësi, por do të thonë hiki sherrit të budallajt, do të thonë më mirë që të shpëtosh. Pra qëllimi është se kjo hulumtimi i tmetave të njerëzve nuk është punë e mirë. Pastaj ka thënë wa anshadani al-Kuraizi, do të thonë ma ka thënë këtë poezi al-Kuraizi, ka thënë ara kulla insanin yara aiba ghayrihi wa ya'ma 'anil aibi alladhi huwa fihi wa ma khayru man takhfa 'alayhi 'uyubuhu wa yabdu lahu al-aibu alladhi li akhihi. Thotë i shoh njerëzit, e shoh secilin njeri që i vëren gabimet e të tjerëve, ose i vëren tmetat e të tjerëve. Kurse për tmetat që i ka ai, është i verbër. Edhe çfarë hajri ka një njeri që nuk i sheh tmetat e veta, kurse i shfaqen shumë mirë tmetat e vllajt vet. Do të thonë nuk ka hajër te ai njeri, siç është përmendur në hadith, do të thonë për njerëz dyftyrës, se e shohin atë copën e vogël halën, e shohin në syrin e vllajt vet, kurse nuk e sheh trarin e madh në syrin tënd. Pra, kjo është prej kësaj është ky kuptim që domethënë njerëz e kanë sytë mbyllur për mangësitë e veta, mirëpo shumë syçele dhe shumë sympreht për gabimet e të tjerëve. Pastaj thot me zinxhirin e tij transmeton nga As-Seibani, Yahya ibn Abi Amr, ka thënë fil kutubi maktub, do të thënë shkruar në libra, edhe përmendet se është në Teurat, do të thënë është shkruar kjo. Kama tadinu tudan, do të thënë siç u bën të tjerëve, ashtu do të bëhet edhe ty. Wa bil ka'si alladhi tasqi bihi tashrabu wa ziyada. Edhe me atë gotë që i jep të tjerëve të pinë, do të pish edhe ti edhe më shumë. Li'anna al-badi'a la budda lahu min an yuzad. Sepse ai që e bën një gjë i pari, patjetër t'i shtohet pastaj kur i kthehet. Do të thonë si ja bën të tjerëve, ashtu do të bëhet edhe ty, edhe kjo është gjithashtu prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë secili do të shpërblehet prej llojit të veprave që i ka bërë. Nëse ka bërë mirë, do t'i vinë të mira. Nëse, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i mbulon një tmet vllajt vet, Allahu i mbulon atij tmetat në ditën e gjykimit. Edhe kush ja lehtëson borxhin borxhliut, Allahu ja lehtëson atij vështirësitë e ahiretit. E kështu me radhë, do të thonë për të njëjtit. Dhe ka thënë Allahu hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan, do thënë shpërblimi i bamirësisë është vetëm bamirësia. Dhe çdo herë shpërblimi është shumë fish më i madh se vepra që i ka bërë. Do thënë nëse njeriu ja mbulon një tmet të dunjas vllajt vet, mbulimi i tmetave të tij në ahiret, do thënë është shumë herë shpërblim më i madh. Edhe e kundërta. Do thënë nëse dikush si u përmend në hadith, nëse dikush i ndjek tmetat e të tjerëve, edhe Allahu do t'ja zbuloj tmetat atij, edhe nëse është në shtëpinë e tij. Kjo është, do të thonë, secili sipas veprës që e bën, ashtu do të shpërblehet, ose do t'i vijë, do të thonë e njëjta nëse ka bërë mirë, edhe pastaj si shembull është me atë gotë që i jep të tjerëve, me atë gotë do t'jepet edhe ty, të pish. Nëse është e mirë edhe e dobishme, atëherë do të pish edhe ti prej saj. Nëse është një gotë në cilën ka ndonjë dëm, edhe ty do t'jepet, por edhe më shumë, sepse, siç është thënë i pari, e bën veprën, qoftë mirë ose e keqe, pastaj kur i kthehet, është shumë më shumë se ajo që i ka bërë në fillim. Edhe kjo na kanë treguar disa vëllezër që ishin në vizitë Sheikh Khalid Dhafirit në Kuvajt, domethënë për mikpritjen e mrekullueshme. Edhe i kam thënë, domethënë me gjithë atyre të mirave që ne as 1% prej asaj nuk e kemi ofruar, mirë po kjo është prej mikpritjes
arabëve është që e bëjnë të mirën shumë të madhe, mirë po nuk e rrisin shumë, nuk e vlerësojnë domethënë me fjalë, se më thonë i bara kështu. Edhe u kam thonë se te ne thuhet ai i pari nuk mund të arrihet asnjëherë. Domethënë edhe nëse kur vjen musafiri për herë të parë i ke dhënë bukë krip, pastaj kur të shkosh ti te ai, edhe nëse ti jep të mirat e gjithë dunjas, domethënë nuk mundet me mri sepse ti ke qenë i pari. Thotë kjo është për të mirë. Edhe njerëz me fisnikëri dhe me moral të lartë e bëjnë këtë. Mirë po edhe te të këqit, kur t'ju bësh keq njerëzve, edhe kjo kthehet më shumë se sa edhe përsëri ai i pari është fajtori, ai që e ka nisur të keqen. Ka thënë autori rahimahullah, at-tajassusu min shu'abin nifaq. Domethënë spionimi është deg e nifakut. Kurse mendimi i mirë është prej degëve të imanit. Prandaj njeriu i mençur ka mendim të mirë për vëllezërit e tij dhe angazhohet me brengat e veta, edhe me galet e tij, me problemet e tij, me mangësitë e tij angazhohet. Kurse ignoranti ka vetëm mendime të këqija për vëllezërit e tij dhe nuk mendon për gabimet dhe mëkatet që i ka bërë, por mendon vetëm për njerëz të tjerë, edhe si t'i dëmtoj ose si t'u zbuloj ato tmeta që i kanë bërë. Ka thënë një poet, thot autori rahimahullah, ma yastarihu al-musi'u dhannan min tuli ghammin wa ma yurihu. Do thot ai që ka mendim të keq, hamendje, paragjykime, do të thënë ai i cili ka paragjykime, asnjëherë nuk rahatohet ai vet. Çdo herë është me brenga, çdo herë mendon se kush çfarë qëllime ka, kush çfarë vepra bën fshehtësi, do të thënë mundohet pra mbas këtyre mendimeve të këqija, vazhdimisht është i parahatshëm në vetvete dhe wama yurihu, edhe të tjerët nuk i lë rahat. Do të thënë as vetveten nuk e qetëson, as të tjerët nuk i lë të qetë. Wa qalla wajhun yadiqu illa wa dunahu madhhabun fasihu. Do të thënë edhe çdo anë që ngushtohet, do të thënë çdo herë kur gjen ngushti në jetë, patjetër se do të gjesh nga ana tjetër gjerësi dhe lehtësim. Do të thënë ka ndonjëherë hyn në një ngushticë, mirë po pas asaj ngushtice mund të jetë e shkurt, mund të jetë e gjatë, mirë po më në fund del në një hapësirë të madhe. Kështu është edhe me ndodhitë e jetës, edhe pse duket se është ngushtuar jeta dhe janë vështirësuar punët, ta dish se pas saj ka, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Do të thënë me vështirësinë ka një lehtësim, me vështirësinë ka një lehtësim. Edhe kanë thënë dietarët se këtu janë përmendur një vështirësi e shquar edhe dy lehtësime të pashquara. Do të thënë edhe asnjëherë një vështirësi nuk mund t'i munde dy lehtësimet. Edhe thot men khaffafa Allahu anhu habbat min kulli wajhin ilayhi rihu. Edhe kur Allahu ja lehtëson dikujt, atëherë i vijnë të mirat nga të gjitha anët. Wal jismu haythu istaqarra hadin wal ruhu jawalatun tasihu. Nëse trupi është i qetësuar dhe i stabilizuar në një vend, atëherë shpirti është që është i hapur edhe qarkullon kudo. Kam tadhbahu al-ardu min baniha kullu baniha laha dhabihu. Do të thonë se pra shumë ndodhin vështirësi nëpër tokë edhe sakrifica, do të thonë të njerëzve të shumta. Lan yahlak al-mar'u min samahin wa qallama yuflihu as-sahihu. Edhe njeriu nuk shkatrohet nga zemërgjerësia. Nuk shkatrohet asnjëherë njeriu për shkak të bujarisë dhe zemërgjerësisë. Kurse shumë rrallë herë që shpëton njeriu që është zemër ngushtë dhe koprac. Do të thënë qëllimi i zemërgjerësisë ose bujarisë është bujaria në të gjitha aspektet. Bujaria edhe për t'i falur njerëzit, jo vetëm për të dhënë, do të thënë prej të mirave të dunjas, por në çdo aspekt me pas zemrën e gjerë, ai njeri nuk është i shkatruar. Kurse ai që ngushtohet nga secila gjë, do të thënë shumë është e vështirë që të shpëtojë. Edhe thot autori rahimahullah, su'u dhanni ala darbain. Do të thënë mendimi i keq ose paragjykimi është dy llojesh. Ahaduhuma manhiyun anhu,
bi hukmin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Njëri lloj është i ndaluar sipas fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa ad-darbu al-akhar mustahab. Kurse lloji tjetër është i pëlqyer. Ai që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar është përdorimi i paragjykimit për muslimanët në përgjithësi. Edhe do të përmendim diçka prej këtij lloji, pra mendimet e këqija për njerëz të pa akuzuar. Vetëm ka njerëz të tillë që e kanë këtë smundje, për secilin kanë mendim të keq. Edhe mendon se ky ka ardhur me mbodë një dëm ose me ma vjedh një të mirë ose kështu. Kjo është e ndaluar. Edhe sidomos për vëllezërit e afërt me të cilët ke raporte të mira. Jemi mirë, shëndoshe mirë, rahat, veç kurse, mendime, paragjykime, kështu, dyshime. Kjo është e ndaluar me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse ajo që pëlqehet prej këtyre mendimeve të këqija ose paragjykimeve, është për një njeri që është armik i fesë. Ka armiqësi në fe, pa marrë parasysh nëse është armiqësi e vogël, ndonjë bidat i lehtë, bidat që nuk është kufër, ose bidat që janë kufër, që është armiqësi e bazave të fesë, ose prej mosbesimtarëve në përgjithësi, aty, ose në këtë aspekt armiqësi fetare, ose armiqësi personale, prej dikujt që të sulmon edhe do me të bëjë dëm, atëherë mendimi dhe paragjykimi për ta është i preferuar. Që njeriu të ruhet edhe të ketë pritshmëri për të këqija prej tij. Pra ai që është armik nuk pritet diçka e mirë. Edhe prandaj është e çuditshme si sot njerëzit, janë shumë larg nga kjo mençuri. Nëse i shohim këtë që është duke ndodhur aktualisht këto ditë me luftat e Iranit, rafidit, të cilët ja kanë kalu feve të tjera në kufër. Ja kanë kalu. Ata thonë se Aliu radhiyallahu anhu i ka ndorë të gjitha çështjet e dunjas dhe ahiretit. Dorën e tij është secila grimc që ekziston në dunja. Edhe ai vendos me dhon fëmijë ose mos me dhon fëmijë ose pasuri ose smundje, shërim, Aliu radhiyallahu anhu. Nuk i kanë lënë Allahu subhanahu wa taala asgjë për këtë dunja. Dhe për në ahiret kanë thonë në librat e tyre, bazat e besimit të shijave, rafidive, është se në ditën e gjykimit Aliu do të gjykojë mes njerëzve. Edhe ata shijat, do t'i fusë në xhenet, kurse të tjerët në xhehenem. Edhe për këtë shkak dhe për disa prej Ahlul Bejt, imamat në përgjithësi, thonë imamat vendosin për rënien e shijut, imamat e tyre, dhe të tjera do thotë të gjitha cilësitë e rububijes i kanë hequr nga Allahu në besimin e tyre dhe u kanë veshur imamve. Dhe pastaj për këtë shkak i bëjnë qafira sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrën më të tmerrshme. Do thonë se siç përshkruhet në atë librin e tyre El Kafi, përshkruen tmerret e xhehenemit, shkallë pas shkallë. Tregohet se e ka marrë me lajkja, iblisin, për t'ia treguar vendin në xhehenem. Edhe aty fillojnë t'i përshkruajnë shkallët e xhehenemit, kur hyn fillim, çfarë dënimi, pastaj më thellë dënimi më i rëndë, më i tmerrshëm, më thellë, krijesa të tmerrshme dhe dënime më të tmerrshme kështu me radhë. Dhe kur arrin te shkalla që mendon iblisi se është e fundit. Edhe i thuhet, aty përshkrimi është me të vërtetë që të rënqedh, dhe i thuhet atij, ky është vendi yt. Edhe thot iblisi se ky është vendi më i keq. Po a ka edhe më keq, a ka më poshtë? Ka thënë po, ka edhe më poshtë. Edhe ka edhe më të keq, ose grad më të keqe të xhehenemit. Edhe ka thënë kush është këtu? Thonë Ebu Bekri dhe Omeri, radhiyallahu anhuma. Njerëz më të mirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, janë zotrit e banorëve të xhenetit, pas pejgamberëve. Pas gjithë pejgamberëve më të mirë të njerëzimit, kurse ata thonë se janë më ulët se iblisi. Edhe thonë se iblisi do të ketë
një zinxhir në qaf, kurse Omeri 70 zinxhir, radhiyallahu anhu. Pastaj ata thonë, ata akuzojnë nderin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thonë se gruaja e tij që Allahu e ka zgjedhur për ta, thonë se është zinaqare. Edhe thonë prandaj kur ta marrin ata pushtetin edhe t'i vrasin njerëz të sunetit, do t'i nxjerrin Ebu Bekrin dhe Omerin nga varri. Edhe do t'i vrasin. Se nuk u mjafton që ata kanë vdekur, por duhet patjetër t'u apresin kokën Ebu Bekrit dhe Omerit, t'i nxjerrin nga varri, t'i vrasin, ta nxjerrin nga varri Aisha radhiyallahu anha, edhe ta gurzojnë, se ka bërë zina. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë gjallë edhe e ka duru, do thotë, me këtë tradhtinë e gruas, që njeriu më të ulët rrugës nëse e merr, edhe nëse e di që gruaja e tij e ka tradhtu, e largon, më e pakta, ose e dënon, do të thënë, varësisht nga niveli i nderit dhe burrnisë që e ka. Kurse i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, do të thënë, si thon shijat, gruaja e tij ka bërë zina, edhe atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka jetuar gjithë jetën me ta dhe ka vdekur në prehrin e saj, radhiyallahu anha, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Prandaj ata thonë se do të thënë te shijat, ehlu suneti janë më të këqij se jahudit dhe krishterët. Edhe ata thonë se ehlu suneti janë, do të thënë, sipas disa fjalëve që i thonë, janë fëmijë të iblisit. Edhe prandaj vrasja e ehlu sunetit për ta është më e mirë se çdo vepër tjetër. Edhe këtë kemi parë në praktik. Gjatë gjithë historisë, jo vetëm tash, gjatë gjithë historisë, rafidit vetëm kanë qenë tradhtar dhe e kanë sjell armikun mesin e muslimanëve. Edhe në kohën tonë, çka kanë vepruar ata në Siri dhe në Liban për shembull dhe në Irak, edhe në vende të tjera, në Yemen, do të thënë çka veprojnë ata është tmerr për muslimanët, që nuk e kanë bërë të tjerët, as nuk kanë bërë mongolët mushrik, as nuk kanë bërë jahudit e krishterët, nuk i kanë bërë ato krime që i kanë bërë shijat. Edhe pastaj vinë njerëz që i thonë vetes hoxhallar, që thonë se duhet kemi mendim të mirë për ata, se edhe ata falen drejtim të Mekës e kështu. Do të thënë ata janë fjalë të kota që vinë nga njerëz që nuk kanë asnjë grimc të mendjes dhe mençurisë. Ose janë njerëz të tradhtar që mundohen të na manipulojnë dhe të na tradhtojnë, ose janë me të vërtetë njerëz të çmendur që nuk kanë asnjë grimc të mendjes dhe mençurisë. Do të thënë se nuk e kuptojnë se në çka ndërtohet veprimtaria e atyre, edhe secilit njeri ndërtohet në besimin dhe ideologjinë që e ka. Dhe ideologjia e rafidive është më e tmerrshmja, një prej më të tmerrshmeve që ekziston në këtë botë. Do të thënë, nëse flitet për shirk, është njësoj, do të thënë, kanë shirk në uluhije, do të thënë, adhurimi i varreve, kështu ajo është shumë e rëndomt tek ata, mirëpo edhe rububia dhe emra dhe cilësitë. Madje i japin imamëve cilësi edhe më të fuqishme se cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Shirku i tyre është, prandaj nuk mund të themi se kemi ndonjë popull tjetër që bëjnë shirk dhe këta janë më të mirë se janë musliman. Shirku i tyre është që nuk ka lidhje me islamin, edhe ndoshta e kalon shirkun e shamanëve ose hinduzëve ose, do të thënë, i japin imamëve pra cilësi të Zotit. Edhe te ata, edhe pse i thonë imama, po realiteti i besimit tyre është se besojnë 12 zotra në rububie. Mos flasim për uluhije dhe të tjerat. Edhe kurse të tjerat, do të thënë, fjalë që i flasin për sahabet, për Kur'anin, se thonë nuk është ky Kur'ani që i ka zbritur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se sahabet e kanë shkruar, e kanë mbledh. Edhe kanë thonë se ata e kanë ndryshuar, do të thënë sahabet e kanë shtrembuar Kur'anin. Pra nuk i besojnë këtij Kur'ani, nuk i besojnë këtij pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sunetit nuk i besojnë. Edhe nuk i besojnë sahabeve, atij selefi, atij në paraardhës që i kemi ne, atëherë si që kanë në fenë e njëjtë me ne. Do të thënë nuk ka asnjë pikë. Edhe është një gjë që do të thënë është e rëndë të përmendet, mirëpo duhet që të njihet realiteti i tyre. Në librat e shijave,
librat e shijave. Ma bëne halal për këto që përmendën, thonë se edhe një pjesë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është në xhehenem. Sepse, do të thënë, për shkak se i ka pas gra Aishën dhe Hafsën, radhiyallahu anhuma. Do të thënë për shkak se ka pas kontakt me to, do të thënë ajo pjesë e tij është në xhehenem. Do të thënë këtë thonë edhe për dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Atëherë si me llogaritë se ata janë vëllezërit tanë ose të gëzohemi nëse arrin ata ndonjë sukses, megjithëse nuk kanë asnjë lloj suksesi, ne gëzohemi me poshtrimin e tyre dhe armiqve të tjerë të Islamit. Nuk ka dhëmshuri për asnjërin prej armiqve të Islamit. Edhe elhamdulillah që e lutim Allahun që t'i ruaj muslimant në mesin e tyre dhe t'i shkatroj të tjerët mes veti, domethënë këta kriminela që nuk ndjejnë dhëmshuri ose njerëzillok ndaj njerëzve që janë musliman. Allahu i ruajt musliman dhe i forcoft dhe i udhëzoft në rrugën e tij të saktë. Prandaj, domethënë, mendimi i keq për vllajën tënd është i ndaluar. Kurse mendimi i keq edhe pritja e të keqes nga armiku, kjo është pjesë e mençurisë. Edhe nëse mendon njeriu se është shumë i mirë, nëse mendon mirë për armikun, atëherë domethënë se është budalla i çmendur. Thot autori rahimahullah se për këtë kuptim e ka thënë një poezi Al-Abrash, ka thënë wa husnu dhanni yahsunu fi umurin wa yakmunu fi awaqibihi nadama. Wa husnu dhanni yahsunu fi umurin wa yakmunu fi awaqibihi nadama wa su'u dhanni yasmuju fi wujuhin wa fihi alayya min samajatihi jizama. Do thot ka mendimi i mirë, pra mendimi i mirë për disa njerëz, ndonjëherë sjell pasoja që të bëjnë të pendohesh, të bëhesh pishman, pse ke menduar mirë për dikën, kurse mendimi i keq është i keq në disa aspekte, mirë po ndonjëherë është i qëllum. Do thënë pra duhet dihet, mendimi i mirë duhet të jetë baza për njerëz të mirë, për njerëz besimtar, pasues sunetit, vëllezërit e tu, domethënë kjo është baza. Ndonjëherë ka mundësi më ndodh që bëhesh pishman, pse ke pas mendim të mirë për dikën. Mirë po mendimi i keq, ajo gjithashtu është diçka që praktikohet në disa aspekte, domethënë kundrejt armiqve. Mirë po, ndonjëherë dhe ky mendim i keq ndonjëherë është pra vendosmëri dhe mençuri për njeriu. Pastaj transmeton autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma ka thënë mektubun fi at-Taura, do thotë është shkruar në Teurat, men tahara fajara wa man hafara hufrata su'in li sahibihi waqa'a fiha. Do thotë kush, domethënë kush hyn në tregti, më falni, men tajara fajar, jo men tahar. Men tajara fajar, do thotë kush hyn në tregti bën mëkate, do thotë shumë prej tregtarëve mundohen ta shesin mallin e tyre me gënjeshtra, edhe me ndonjëherë me, si thonë, konkurrencë jo lojale, duke i bërë dëm konkurrentit e kështu me radhë. Shumica e tregtarëve bajnë këtë, pra hyn në mëkate. Mirë po ka tregtarë që i friksojnë Allahut subhanahu wa taala dhe punojnë me halal dhe për ta fituar pasurinë e pastër, edhe nëse është më pak, ose nëse e mashtron shejtani, se do të mbetet me më pak, janë të qëndrueshëm. Mirë po, shumica janë të atill, shumë prej tregtarëve janë të atill që nuk i ruhen mëkateve vetëm për fitim, dhe thot men hafara hufrata su'in li sahibihi waqa'a fiha, kush i bën grob, domethënë kush ja bën grob për shokut vet, bien ta. Kush i bën grob të keqe për ta dëmtuar shokun, vllajën e vet, ai do të dëmtohet në atë kurth që e ka bërë. Thot autori rahimahullah, i mençuri e ka obligim që të largohet dhe të dallojë nga masat e përgjithshme në moralin e tij.
thot njeriu i mençur, edhe që ka dituri dhe udhëzim, duhet dalloj me moralin e tij. Jo të bëhet njësoj si të gjithë njerëzit, si thonë disa, po të gjithë po bëjnë kështu. Ne ta bëjnë të gjithë, njeriu i mençur dhe me udhëzim duhet të jetë i dalluar. Edhe thot duhet të largohet nga spionimi dhe hulumtimi i tmetave të njerëzve, sepse kush i hulumton të fshetat e të tjerëve, gjithashtu ati do t'i hulumtohen të fshetat e tij. Edhe ndoshta të fshetat e tij janë më të rënda dhe më të mëdha se ato që i ka hulumtuar të tjerët. Prandaj si ka mundësi që njeriu besimtarit muslimanit t'i duket e mirë që ta akuzoj vllajën e vet musliman me një tmet që ai vetë ka. Do të thënë, kjo u përmend më herët, nuk ka mundësi, nuk është e rrugës që njeriu i akuzon të tjerët ose i sulmon të tjerët si tham për tmeta që me të vërtet i kanë. Por edhe ai vetë i ka. Do të thënë, kjo nuk është shenjë e imanit njëherë. Po çka të themi për ata që jemi sprovuar këtë kohë, ndoshta Allahu alem, ndoshta nuk kanë ekzistuar në kohën e autorit, si ka përmendur, por në këtë kohë jemi sprovuar me njerëz që na akuzojnë me diçka që ne nuk e kemi, kurse ata vetë e kanë. Na akuzojnë se ne shoqërohemi me njerëz bidatit, edhe elhamdulillah, ju jeni dëshmitar se nuk kemi asnjëherë s'kemi pas dhe nuk kemi lidhje me njerëz të bidatit, kurse këta akuzuesit janë të pandashëm prej bidatxhive dhe armiqve të sunetit. Pra Allah na ruajt prej devijimit dhe shtrembrimit të mendjes dhe zemrës. Ka thonë, pra e ka sjell një poezi që ka thonë Muhammed ibn Abdullah ibn Zinji al-Baghdadi, thot idha mattaqaita al-amra min haythu yuttaqa wa absarta ma ta'ti wa anta labibu wala taku kan-nasi 'ani adh-dhanbi ولا تكو كالناهي عن الذنب غيره وفي كفه مما يذم نصيبه. Do thot kur ti ruaju të keqes, do të thënë ashtu si duhet të ruhesh. Pra mësoje si duhet të ruhesh edhe ruhu prej të keqes dhe shiko, do të thënë ku do të shkosh përpara se të shkosh aty. Si tham më herët, do të thënë me shiku vendin ku do ta lëshosh hapin. Atëherë do të thënë tregon se je i mençur dhe i zgjuar. Mos u bëj ndalues i mëkatit të tjerët, kurse duart i ke plot me atë për cilën ndalon. Do të thënë mos u bëj i atill që vetë i bën, kurse të tjerët i ndalon, se është përmendur në hadith, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që do të shohin, do të thënë disa njerëz që kanë urdhëruar për të mira dhe kanë ndaluar nga të këqija, do të jenë në xhehenem. Dhe banorët e xhenetit i thonë, o filan, a nuk ishe ti që na ndaloje prej këtyre të këqijave dhe na urdhroja për të mira? Ai thotë, unë ju urdhroja për të mira, po vetë nuk i bëja. Dhe ju ndaloja nga të këqijat kurse vetë i bëja. Pra mos u bën i tillë. Ya'ibu fi'ala as-su'i min fi'li ghayrihi wa yaf'alu af'ala alladhina ya'ibu. Do të thonë, i qorton veprat e këqija të tjerët, mirë po i bën vetë ato që vetë i qorton. Pastaj thot se është transmetuar nga me zinxhir, do të thënë transmeton autori rahimahullah nga Zubair ibn Musa al-Makhzumi, thot se bia Abdullah ibn Muti ibn al-Aswad ka thënë dhe ka qenë, do të thënë kjo e bia e Abdullah ibn Muti ibn al-Aswad, e cila ka qenë bashkëshorte e Talha ibn Abdullah ibn Aufit. I ka thënë bashkëshortit saj me kuptim, do të thënë ka thonë, unë i shoh se këta shokët e tu, kur ke të mira, e mbushin shpinë, do të thënë vinë shumë. Kurse kur ke vështirësi, edhe kur je i varfër, të harrojnë, largohen. Pra këtë ka thënë gruaja, kurse si është përgjigjur ky burr i mençur me moral të lartë, ka thonë, kur kemi fuqi ose kur kemi pasuri, vinë edhe do të thënë ma mundsojnë që të fitoj shpërblime duke u ndihmuar atyre. Kurse kur jam në vështirësi, edhe jam varfëri, nuk më ngushtojnë. Do të thënë kjo është morali i lartë që u gjen arsyetim njerëzve, edhe nuk ka mendime të këqija. Me thonë, po me të vërtet ata që kanë shok vetëm të interesit. Po ka thonë, kur kam mundësi, vinë, kërkojnë, sepse atëherë mundem unë me ju ndihmu edhe me fitu shpërblime.
Por kur nuk kam mundësi, nuk më gustojnë, nuk vinë prapë, të më thënë, ato vështirësit, edhe të mishtojnë edhe më shumë vështirësit. Pastaj, ka përmendur disa, thotë, gjithashtu një poezi nga Muhammad ibn Abdullah ibn Zinji al-Baghdadi, se ka thënë, idha me të qajt al-amra min hajthu ju të qa, e lexuam këtë. Pastaj vazhdon autori rahimahullah, transmeton me zinxhirin e tij nga Abdurrahman ibn Auf. Thot Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, thot se një natë ka bërë roje bashkë me Omerin radhiyallahu anhu, Omer ibn Khattabin radhiyallahu anhu, dhe duke ecur kanë dëgjuar disa zëra në një shtëpi. Edhe janë afru aty, dëgjojnë se çfarë zëra ka. Kur janë afru, e kanë pa se ka pas disa njerëz që kanë qenë duke pirë alkool, duke pirë verë. Edhe atëherë Omeri radhiyallahu anhu e ka kap për dorë Abdurrahman ibn Aufin. Ka thënë, a e diti shtëpia e kujt është kjo? Ka thënë, kjo është shtëpia e Rabia ibn Umayya ibn Khalaf. Edhe tani janë duke pirë alkool. Atëherë ka thënë, si mendon? Ka thënë Abdurrahmani, ara anna qad atayna ma nuhina anhu. Thot, mendoj se bëm diçka që na është ndaluar. Më thënë, erdhëm këtu edhe i spionum, më thënë, këta i shikum. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë, wala tajassasu. Më thënë, mos u spiononi. Dhe ata janë brenda në shtëpi, duke bërë këtë mëkat, edhe atëherë ne nuk u dash të vim të shikojmë se çka janë duke vepru brenda në shtëpi. Do thotë, ky është menhexhi i sakt i Kuranit dhe Sunetit që kanë praktikuar sahabët. Thotë, gabimi kur bëhet haptas dhe thirret për gabim, ai luftohet dhe paralajmërohet kundër tij haptas. Nëse dikush e bën fshet, nuk zbulohet ajo që është e mbyllur. Edhe prandaj këtë duhet ta kemi parasysh, ky është menhexhi i sakt. Kurse nëse i sheh njerëz të bidatit, nga njëra anë, ata doin ta zbulojnë diçka që as nuk ekziston, siç janë hadadit edhe xhavarixht. Kurse nga ana tjetër, ata që kanë, domethënë, me të gjitha format e murxhieve, mumeja e kështu me radhë, ata doin që edhe bidatet, edhe devijimet që përhapen dhe rrezikohet feja e njerëzve, mos flitet për to, po të mbulohen. Edhe, për shembull, siç është rasti me Sejid Kutubin, do thot librat e tij shpërndahen, devijimet e tij janë prezente, na thon mos flisni për gabimet e tij, doin ta mbulojnë sikur nuk ekzistojnë ato gabime. Dhe vazhdojnë t'i përhapin. Domethënë, kjo është rrugë e devijimit. Edhe rruga tjetër, zbulimi i diçkaje që nuk e di askush, ajo është në realitet ndihmon për përhapjen e të keqes. Prandaj është ndaluar. Në temën tjetër, thot autori rahimahullah, do të thënë tema e 21 është me titullin Dhikrul hathi ala mujanabati al-hirsi lil-aqil. Do të thënë, kjo është nxitje që njeriu i mençur të largohet nga lakmia ose dëshira për të fituar, do të thënë, shumë prej dunjas. Hirs, fjala hirs do të thotë kujdesi i madh, këmbgulja e madhe për të arritur diçka. Edhe kjo fjalë ka kuptim të mirë, edhe ka kuptim të keq. Do të thënë, nëse është hirs, do thotë për të fituar të mirat e ahiretit dhe për të fituar ato të mirat dunjas që të ndihmojnë për kryerjen e obligimeve fetare dhe obligimeve familjare, obligimeve shoqërore, atëherë është i lëvduar, se ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, ihris ala ma yanfa'uk. Do të thonë, bëhu këmbgulës, pra mundohu të arrish atë që të bën dobi. Ajo që të bën dobi në fenë tënde dhe ajo që të bën dobi për dunjan dhe për ahiretin, pra duhet mundu njeriu të arrijë, por nuk duhet kjo të jetë e tepruar për çështjet e dunjas, që dalë në fushën e lakmisë edhe pangopsisë, që njeriu do vetëm të shtojë të mirat e dunjas e kështu me radhë. Ka sjell autori rahimahullah këtu një hadith që transmeton me zinxhir, ka thënë akhbarana Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah rahimahullah qala hadathana Bishr ibn Mu'adh al-Aqadi qala hadathana Abu Awana an Qatada an Anas radiyallahu anhu.
Thot Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu ibnu Adam wa yashibbu minhu ithnan. Do të thonë, biri i Ademit plaket, kurse dy cilësitë të tij bëhen më të reja, më shumë. Do të thonë, siç është në rini njeriu, edhe pse trupi i tij plaket, mirë po dy çështje, dy cilësitë të tij bëhen edhe më të reja, më shumë, më të fuqishme në rini. Cilat janë ato? El hirsu wal hasad. Do të thonë, ky lakmia për dunja dhe hasedi, zilia. Edhe pse plaket njeriu, edhe duhet largohet nga dëshira për dunja kështu, mirë po te shumica e njerëzve bëhet edhe më e fuqishme kjo dëshira dhe lakmia, edhe hased. Thot domethënë ky hadith është sahih, është transmetuar në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit. Mirë po më duket te Sahihu i Muslimit është me një fjalë tjetër, ka thënë pra njeriu plaket, kurse më shumë i bëhen më të reja këto dy dëshira, dëshira për pasuri dhe dëshira për jetë më të gjatë. Do të thonë, pra të dyja këto janë të sakta, që njeriu edhe pse i kalon vitet e jetës, këto dëshira bëhen edhe më të reja dhe më të fuqishme. Dhe siç tham, dëshira për të arritur pasuri, dëshira për të arritur pasurinë, për të kryer obligimet fetare, për shembull për të shkuar në haxh, ose umre, ose për të dhënë zakat, ose për të ndihmuar të varfërve në një aspekt, do të thënë për aspektet fetare, edhe për aspektet e dunjas, për t'i bërë fëmijët e tu që mos jenë varur nga të tjerët, do të thënë të jetë mjaftueshëm në vetvete, që të mund të mësojnë për fenë e Allahut, të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, mos jenë lypës njerëzve ose të angazhuar me çështjet e dunjas. Ajo është e mirë. Mirë po, prandaj për këtë shkak kur plaket njeriu, edhe i rritën fëmijët edhe i marton, atëherë nuk duhet ta ketë këtë kujdes shumë të madh për pasurinë. Pra, ky është kuptimi, nëse edhe më shumë i shtohet, domethënë nuk është në rregull. Edhe i shtohet tjetra dëshira për që t'i zgjatet jeta. Edhe kjo ka kuptim të mirë, pra veprat e mira zgjatin jetën. Për këtë shkak njeriu duhet të bëjë vepra të mira, ruajtje të lidhjeve familjare, respekti ndaj prindërve, janë ose dhënia sadaka ose kështu me radhë. Domethënë këto janë vepra të mira që e zgjatin jetën e njeriu dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, më i miri prej jush është ai që ka jetë gjatë dhe vepra të mira. Domethënë sa më shumë që jeton, bën më shumë vepra, agjeron më shumë Ramazane, shkon më shumë herë në haxh për shembull dhe numre, edhe ndoshta lufton rrugën e Allahut, jep më shumë sadaka, ajo është e mirë. Mirë po, mos jetë dëshira për jetë vetëm për çështjet dunjas. Domethënë vetëm siç bëjnë shumë prej njerëzve që u mungon imani, domethënë këmbgulin që të jetojnë sa më shumë vetëm edhe friksohen nga vdekja, jo për të shtuar veprat e mira, po për kënaqësitë e dunjas. Domethënë ky aspekt, ose siç është përmendur në këtë transmetim, kjo dëshira për dunja edhe hasedi, gjithashtu i shtohet njeriu, nëse ka qenë në rininë e tij, ka qenë hased vetëm për veten e tij, në mos ia kaloj dikush, pastaj kalon edhe për fëmijët e tjerë. Do thotë është cilësi e shëmtuar që vazhdimisht njeriu t'i shtohet hasedi ose lakmia për dunja. Thot autori rahimahullah, rakkaba Allahu azza wa jall fi al-bashari al-hirsa wal-raghbata fi ad-dunya al-faniya. Allahu e ka ndërtu njeriu të atill, që i ka instalu njeriu dëshirë për arritjen e kësaj dunjaje kalimtare. Edhe mos kishte qenë kjo dëshirë as pak, atëherë dunjaja do të shkatru. Nëse askujt nuk i kishte interesuar me punu për dunja asgjë. Domethënë, prandaj kjo baza e kujdesit për punë është e pëlqyer. Mirë po, nuk lejohet të teprohet, sepse dunjaja duhet të ndërtohet, edhe është vendbanim i njerëzve të mirë, edhe është vend për të fituar ata që duan të fitojnë për ahiret. Më thënë është mejdan për të fituar më shumë shpërblime dhe për të pajisur për ahiret. Edhe është vend ku i mbledhin
pasurit besimtarët, do të thënë pasurinë e udhëtimit për në ahiret, e mbledhin besimtarët dhe mbledhin atë, si thuhet, pajën. Sigur nusja kur shkon, do të thënë si vajza kur shkon nuse, mbledh çeza, po, paj, i thënë. Demek mbledh njeriu për në ahiret, që ta zbukurojë ahiretin, dhe ato janë veprat e mira. Kjo është, dunjaja është vendi për këto garime dhe për këto të mira. Prandaj, edhe me një aspekt dëshira për të punu për dunja, nuk është negative. Në këtë, do thotë, patjetër njeriu duhet të punojë për dunja, se përndryshe nuk ka mundësi të bëj veprat e mira, pa pas një lloj mirësie në jetesën e dunjas. Mirë po, si do ta sqaroj më vonë autori rahimahullah, nuk lejohet teprimin këtë kujdes dhe këtë dëshirë për të mirat e dunjas. Dhe për ta larguar këtë dëshirë të madhe dhe këmbgulje të madhe, njeriu duhet besoj në qadar. Ta besoj se çdo gjë që ndodh është vetëm me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Ta di, do të them dunjaja, pra duhet të mirat e dunjas, duhet të arrihen, që t'jetë jetesat jetë e qetë, edhe t'jetë hapësirë për përgatitje për ahiret. Edhe duhet patjetër shoqëritë, do të thonë, të punojnë për forcimin e dunjas, që mos jenë, do të thonë, mjet loje në duart e armiqve. Do të thonë, duhet forcohet muslimani, edhe të jetë më i fuqishëm se të tjerët. Thot ajo është e nevojshme, mirë po puna është, do të thonë, mos ketë njeriu vetëm breng vetëm dunjan, vetëm se si ta fitoj dunjan. Prandaj në duan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Allahumma wala taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Do të thonë mos na bëj dunjan galën ton më të madhe. Do të thonë mos mendojmë për diçka tjetër, vetëm për dunja. Mos na bën në këtë gjendje dhe mos e bën dunjan gjithë diturinë që kemi. Do thotë ka disa njerëz që nëse i pyet nuk din asgjë përveç se për dunjan. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala për mosbesimtarët, ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya. Do të thonë din vetëm një pjesë të dukshme të jetës së kësaj dunjaje. Kurse për ahiretin nuk kanë asnjë ide, do të thonë, për ahiret. Pra besimtari nuk duhet të jetë i atill që e gjithë brenga e tij, i gjithë angazhimi i tij, i gjithë kujdesi i tij është vetëm për dunjan. Duhet brenga kryesore të jetë ahireti. Kurse dëshira për përmirësimin e dunjas duhet të jetë që të arrihet kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Dhe siç tham, për ta larguar këtë dëshirë ose vrapim pas dunjas, duhet njeriu të besojë në caktimin e Allahut. Edhe kur e di se çdo gjë që ndodh është vetëm me caktimin e Allahut, atëherë lehtësohen këto punë dhe largohet ky shqetësimi për dunja. Pra, si ka thonë ky poet, lejse indi illa rridha bi qada illahi fima ahbabtuhu au karihtuhu. Lau ilayya al-umuru akhtaru minha khayraha li awaqiban ma araftuhu. Do të thonë, unë vetëm jam i kënaqur me caktimin e Allahut. Nuk kam diçka tjetër përveç se pajtim dhe kënaqësi me caktimin e Allahut për ato që i dua ose ato që i urrej. Do të thënë ato që më ndodhin, ato që i du në atë moment, ose ato që nuk i du kur më ndodhin, jam i kënaqur dhe i pajtuar me caktimin e Allahut, se nëse kishte qenë zgjidhja ime, edhe kisha pasur mundësi të zgjedh ndodhit dhe çka do të vi më vonë, duke i ditur pasojat e mira, nuk do t'i kisha ditur. Pra, ka mundësi ti e dëshiron një punë, edhe nëse të lihet, ta zgjedhësh, a do këtë pasuri sot ose nuk e do, nuk i di njeriu pastaj pasojat ose përfundimet e asaj. Çka do të vi pasaj nuk e di. Prandaj duhet të jetë i kënaqur me atë që ja ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Falau anni haristu jahdi an adfa'a amran muqaddaran ma dafa'tuhu. Do të thënë edhe nëse mundohem me gjitha forcat e mia që ta largoj një gjë që është caktuar, nuk ka mundësi ta largoj. Fa ara an arudda dhaka ila man indahu ilmu kulli
ma qad jahiltuhu. Do të thonë prandaj jam bindur, do të thonë që këto çështje t'i lë në dorën e atij që di gjithçka. Vetëm Allahu subhanahu wa taala e di çka është më e mira për mua, edhe atë që më cakton, ajo përfundimi i saj është më i mirë se sa ato që i dëshiroj unë. Pasi ka thonë Allahu subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin illa bi idhnillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Do të thonë çdo gjë që ndodh, çdo goditje që ju godet, është vetëm me lejen e Allahut. Dhe kush beson në Allahun, Allahu ja udhëzon zemrën e tij. Edhe kanë thonë këtu qëllimi i besimit në Allahun është besimi në kader. Kush beson se kjo që ka ndodhur është me caktimin e Allahut, atëherë zemra e tij është e udhëzuar, e qetë, edhe e di se atë që ka dashur Allahu të bëhet, nuk ka mundësi mos bëhet. Edhe atë që Allahu nuk do të bëhet, nuk ka mundësi ta bësh ti. Prandaj i dorëzohesh caktimit të Allahut, dhe edhe nëse të kishte lënë Allahu ty të zgjedhësh, nuk do të kishte ditur ta zgjedhësh më të mirën. Prandaj në duan, në istikhara, si themi, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik. Do thotë Allahun e kërkoj të mirën nga dituria jote dhe kërkoj fuqi që të kem mundësi, domethënë të arrit mirat nga fuqia jote. Edhe fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir. Domethënë sepse ti di dhe unë nuk di. Dhe ti je i fuqishëm, ke fuqi, unë nuk kam fuqi, wa anta allamul ghuyub, edhe ti je i gjithdijshëm për të fshehtat. Domethënë me këto fjalë fillon, pastaj lutesh Allahut nëse kjo punë është e mirë për mua, ma mundso, më jep bereqet në ta, nëse është e keqe largon prej saj, dhe më cakto hajrin ku është. Domethënë ti e sheh një domethënë në atë shikimin që e ka njeriu, e sheh një punë se duket e mirë, por i dorëzohesh krejtësisht Allahut subhanahu wa taala. Nëse është e mirë, ta arrish, nëse nuk është e mirë, të largohesh prej saj. Pastaj ka përmendur edhe një poezi tjetër. Pastaj ka thonë me zinxhirin e tij nga Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, se ka thonë sakha'un nasi amma fi aidi an-nas aktharu min sakha'il badl. Kuptojeni këtë mirë, këtë fjalë, do të thonë bujaria për atë që e kanë njerëz të tjerë është më e mirë se bujaria e shpenzimit tënd. Çfarë do të thonë? Thotë pasurinë që e sheh, ose bukurinë që e sheh të tjerët, ose fuqinë që e sheh të tjerët, ose pozitën që e sheh të tjerët, do të thonë mos duhesh ta marrësh, po ti je bujar, le ta mbajnë ata të tjerët. Kjo është bujari më e madhe, zemërgjerësi më e madhe, se sa të japësh sadaka, do të thonë. Atë që e ke ti, me a dhënë dikujt, kjo është bujari, apo jo? Por bujaria është në shkallë të ndryshme, të lloj-llojshme. Dhe që mos të ngele syrit të mirat e tjerëve, kjo është bujari më e madhe, se sa me dhënë diçka prej asaj që e ke. Pastaj ka thonë ka përmendur një poezi nga Imam Shafiu rahimahullah, autori rahimahullah, thot qadarullahi waqi'un haythu yuqda wuruduhu qad madha fika hukmuhu wa inqadha ma yuriduhu wa akhu al-hirsi hirsuhu laysa mimma yaziduhu fa arid ma yakunu idh lam yakun ma turiduhu. Do thot caktimi i Allahut do të ndodh ashtu si e ka caktuar Allahu dhe aty ku e ka caktuar. Domethënë atë vend ku si e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala patjetër do ndodh, dhe gjykimi i Allahut zbatohet për ty dhe kryhet, domethënë kryhet ajo që e do ai subhanahu wa taala. Kurse njeriu që mundohet edhe përpiqet, kjo përpjekja nuk ja shton, domethënë atë që nuk i shton më shumë se ajo që e ka caktuar Allahu. Do thotë prej dunjas do të marrësh atë që ta ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Pa marrë parasysh sa mundohesh ose nuk mundohesh, por do ta marrësh vetëm atë që e ka caktuar Allahu, dhe jeta do të zgjasë atë sa ta ka caktuar Allahu. Vdekja do të vijë në atë moment që e ka caktuar Allahu. Atëherë pse të jetë gjithë kjo breng për dunjan, edhe njeriu ta lër atë për cilën është krijuar
dhe të brengoset për atë që është krijuar për të. Domethënë ti je krijuar për të adhuruar Allahun. Kurse dunjaja është krijuar për ty. Atëherë pse njeriu e le adhurimin për cilin ai është kriju dhe angazhohet me dunjan që dunjaja është kriju për të. Edhe ajo vjen ashtu si e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj thot pajtohu edhe kënaqu me atë që të ndodh, sepse nuk do ndodh ose domethënë kënaqu me atë që të ka ndodhur nëse nuk të ka ndodhur ajo që e ke dashur. Domethënë në momentin që njeriu dëshiron diçka dhe Allahu nuk e ka caktuar, atëherë ta di se kjo që e ka caktuar Allahu është më e mirë se ajo që ti e ke dashur. Edhe në poezi tjetër ka thonë Imam Shafiu, ma shi'ta kana wa illam asha, wa ma shi'tu illam tasha lam yakuni. Domethënë çka dua unë, nëse nuk do ti, nuk ndodh. Dhe ajo që do ti, edhe nëse unë nuk dua, do të ndodh. Khalaqta al-ibada ala ma alimta, wa fil ilmi yajri al-fata wal musin. Domethënë i ke krijuar robrit ashtu si ke ditur ti, dhe në diturinë tënde, domethënë shkojnë të gjithë robrit, të rritë dhe pleqt. Ala dha mananta wa hadha khadhalta wa hadha a'anta wa dha lam tu'in. Thot këti i dhe të mira dhe ati tjetrit nuk i dhe, domethënë e ke lënë, do thot pa disa të mira. Këti i ke ndihmuar, ati nuk i ke ndihmuar. Fa minhum shaqiyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan. Domethënë disa prej tyre janë të dëshpëruar, disa të lumtur, dhe disa janë të shëmtuar dhe disa të bukur. Dhe Allahu i ka caktuar dhe i ka krijuar njerëzit sipas diturisë së tij, sipas asaj që është më e mirë për të gjithë njerëzit. Kjo është një prej poezive të Imam Shafiut rahimahullah për besimin në qader. Ka edhe të tjera. Domethënë që njeriu duhet të dorëzohet caktimit të Allahut subhanahu wa taala, atëherë i lehtësohet vrapimi pas dunjas. Domethënë nuk ka nevojë që të lodhet për dunjan. Thotë është transmetuar nga Muhammad ibn Sirin rahimahullah, ka thënë idha lam yakun ma turid fa arid ma yakun. Domethënë nëse nuk ndodh ajo që ti e do, atëherë doja atë që ndodh. Domethënë nuk mund ta arrish atë që ke dëshiruar, atëherë pajtohu dhe kënaqu me atë që ta ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Thot autori rahimahullah, njeriu më i pasur është ai që nuk është rob i lakmis. Domethënë nuk është rob i dunjas. Ai është njeriu më i pasur. Kurse më fukaraja, më i varfri për gjithë njerëzve është ai i cili lakmin e ka mbret. Edhe sepse lakmia e bën njeriu që ta humb edhe atë që e ka. Edhe nuk e arrin atë që dëshiron. Domethënë edhe pse ka një gjë, nuk është i kënaqur me ta, sepse do edhe më shumë gjithmonë. Atëherë prandaj më i pasur është ai që, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që e ka synim ahiretin, Allahu atij ja bën zemrën të pasur. Edhe dunjaja i vjen në nënshtruar. Domethënë pra e ka pasurinë, e ka zemrën të pasur, edhe nëse ka pak në dorë. Kurse dikush ka shumë në dorë, mirëpo është i varfër. Ka thonë se një prej poetëve ka thonë fejani bil hirsa wa da anke l'hasad fe fihi me dhullu wa it'abu l'gjasad. Dhe më thonë largohu prej lakmis dhe braktise zilin, sepse në këto të dyja ka poshtrim dhe lodhje të trupit. Pastaj thotë kjo lakmia nuk të ashton furnizimin. Dhe më e rënda që dënohet lakmitari është kjo pikërisht, domethënë vetë lakmia, është ajo dënimi dhe ndëshkimi i lakmitarit. Pastaj ka përmendur disa poezi të tjera. Ka thënë autori rahimahullah, al-hirsu alamatul faqr, domethënë lakmia është shenjë e varfërisë dhe gjithashtu kooperacia është petku i dobësisë. Kooperacia është, domethënë, ushqim për lakmin, kurse, domethënë, kjo kooperacia ushqen lakmin më shumë, kurse dieta prej kësaj
prej këtij ushqimit të ignorancës është largimi, do të thënë prej lakmisë. Dhe ka përmendur disa poezi që janë të bukura, mirë po për shkurtimin e kohës i kalojmë, edhe më vonë transmeton nga Abu Abdurrahman al-Utbi, thot, më ka treguar babai im, ikhtasama banu Israila fil qadar. Do të thot se banu Israilt janë kundërshtuar për kuptimin e kaderit. 500 am, 500 vjet, do të thonë, kanë pas kundërshtim dhe grindje për definimin e kaderit. Pastaj kanë shkuar të marrin përgjigje të një dietar prej dietarëve të tyre, edhe i kanë thonë akhbirna anil qadar wa aqsir wa bayyin. Na trego për kaderin, edhe sa më shkurt dhe më qartë, që ta kuptojnë të gjithë njerëzit. Ka thonë kaderi është hirmanu aqil wa hadhu jahil. Do thonë që i mençuri nuk fiton, ignoranti fiton. Do thotë kjo ndodh. Do të thonë se pra pasuria nuk fitohet vetëm me mençuri ose zotësi, por pra pasuritë e dunjas, nuk do ose pozitat. Do të thonë për këto pozitat tani sidomos në vendet tona, në kohën tonë, shohim se nuk i fiton më i mençuri ose më i afti. Po i fiton ai të cilit ja ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë edhe ignoranti fiton pasuri, i mençuri, dietari i botës, ndoshta është më i varfri. Prandaj nuk do të thonë, gjitha këto janë argumente se duhet ta braktis lakmin edhe këtë kujdesin e madh ose brengosjen e madhe për dunjan. Pra thot obligimi të mençurit është që të largohet, të jetë me mangësi në punën për dunja. Pra mos jetë shumë preciz dhe shumë i përsosur, edhe të jetë shumë i kujdesshëm për arritjen e dunjas, pra të larë diçka mangët dhe në llogaritë të punës përsosmërisë për punët e ahiretit. Dhe pastaj thot është transmetuar një poezi nga Abul Atahiya, si ka thënë la takhda'anna li makhluqin ala tam'in fa inna dhaka mudirru minka bid-dini. Asesi mos ju nënshtro ndonjë krijese për shkak të lakmisë së dunjas. Pse mund të fitosh ndonjë interes ose ndonjë pasuri ose ndonjë pozitë, mos ju nënshtro njeriut, sepse kjo ta dëmton fen. Do të thonë, nëse i bëhesh i nënshtruar krijesave, padyshim se do të humb feja jote. Gjithashtu është transmetuar nga Abu al-Atahiya se ka thënë qad shaba ra'si wa ra'su al-hirsi lam yashibi inna al-harisa 'ala ad-dunya la fi ta'abi. Do të thonë koka më është thinjur, mirë po lakmia nuk është thinjur. Do të thonë vazhdon të jetë në rini dhe lakmitari ose ai që është i kujdesshëm shumë për dunjan, ai është vazhdimisht në lodhje. Mali arani idha hawaltu manzilatan faniltuha tamahat nafsi ila rutabi. Pse është kjo punë që kur arrin në një pozitë, e shoh se nefsi kërkon edhe pozita më të larta. Do të thonë nuk ngopet asnjëherë nefsi. Law kana yanfa'uni ilmi wa tajribati mashtadda ghaydhi 'ala ad-dunya wala kalabi. Dhe po të më kishte bë dobi dituria dhe përvoja që kam fituar me vite, nuk do të kisha qenë kaq i zemrum për dunjan. Do të thonë që për të arritur të mirat e dunjas. Dhe në fund, thot autori rahimahullah, kam përmendur transmetime të këtilla në librin tim Ath-Thiqatu Billah, do të thonë besimi, mbështetja në Allahun, që mendoj se është e mjaftueshme dhe kushdo të zgjerohet, do të thonë mund ta shikoj atë libër, kurse këtu mjafton që të përmendim këto shkurtimisht. Pra si në temat shumëta, do të thonë ka shkruar libra të veçantë, Allahu më mëshiroft. Mjaftojmë me kaq, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.